Gjithashtu. Po, zoti Merkoçi, ndërkohë opozita proteston, nga ana tjetër del edhe skandali i Akshit, duket sikur Belinda Balluku është harruar. Sipas optikës tuaj, ku është zhdukur Belinda Balluku? Belinda Balluku nuk është duk aty, e ke mbledhjet grupi parlamentar, në takime, në gjitha vendet ndodhet Belinda Balluku. Belinda Balluku, ju kam thënë, është ditën që doli nga Spaku, si e pandeu, unë deklarova dhe thash që Belinda Balluku nuk e dorëheqën dhe Rama nuk ka këllëci për ta heqë. Dhe kjo, jo pse Rama nuk ka këllëci për ta heqë, sepse ka hallin se do të tregoj Belinda Balluku, se s'ka që të tregoj Belinda Balluku. Të gjithë dosit që janë të bëra, janë të mbyllura, nuk ka Belinda Balluku që të tregoj më. Që ti dali Ramës kundra. Rama ka hallin e kokës vetë këtu me Belindën, e ka personale. Private, thejmë më mirë, ta kuptojnë që njerëzit më mirë. Jo pa qëllim kam thënë, heqja e Belinda Balluku se ai plas lufta rrugës, i hikën koka ati, ai ru kokën e vetë me Belinda Balluku. Se përsa i përket Spaku i ka të mbyllur, i ka të gjitha të bëra. Nuk ka ngel Spaku ke Belinda Balluku. Spaku edhe e ka pregatit popullin. Që ai Ben Ameta, që del nëpër media, ai është bërë pentito, unë ja kam thënë që ditën e parë këtyre, për ta s'kandash me e kuptu. Ben Ameta është bërë pentito, dhe Ben Ameta sjell atë qa do Spaku për të nxjerrë në intervistat e tij, dhe e ka përmende, dhe e ka pregatit popull. Por ne kemi një opozit e cila nuk është e aftë. Në një mënyrë apo në një tjetër janë të kapur gjithë kësorës, edhe nuk mundet, orë të bëjt që du, nuk mundet. Unë e kuptoj shumë mirë që njerëzit nuk besojnë, nuk ashu, sepse janë shumë. Pam. Janë shumë. Tashin, nuk është, sa vjeti Majdi Luli, në këto lloj formë protest. Thiri, mori, hidh 2 molotov, hik, në shpi, sorollati në përshi, maroj, hik, vit, nese po marveshja ne, merë ca gjona këtej, së është opozit, kësë është politik. Dhe këtu, fatkesia e këti vëndit, është se këtu mungon e djathën. Nuk ka të djathën Shqipëri. Këtu janë, unë ja kam thënë, edhe në një emision tjetër ja thash, kam thënë publikisht, nuk kam frikë të them, jo frikë, por nuk kam ndroje të them, ta deri ke revizionistët shkojnë. Nuk shkojnë ke e djathë ato. Nuk shkojnë do të ke e djathë. Sepse është Partia Demokratike që ma veten të djathë, unë nuk e kam pa në 35 vjetë këtë vajt në një konvent të republikanëve në Amerikë. Ke ajo demokratëve kam vajt gjithmonë. Ke republikanët s'kam vajt në një konvent nuk kam vajt. Zoti Merkoçi, si mendoni çfarë do të ndodh me Belinda Ballukun? A do të lejoj kuvendi që asaj të hiqet imuniteti, apo në këtë rast Partia Socialiste është duke mbrojtur fort ashtu siç deklaroi dhe vetë Edi Rama që do të pres atë që do të ndodh në janar nga gjykata kushtetuese? Rama do luaj gjithë burrët për sa i përket Belinda Ballukut, patjetër diskutohet për ta mbrojtur. Për ta mbrojtur thash gjëja e parë ajo që ka frikë kokën e vet, dhe gjëja e dytë nuk do ta bëj precedent. Dhe sepse ky e ka kthyer tashmë thash mafia shtet ka ndërtuar mafia shtet në mënyrë ilegale, nëse legale ky do të bëj republikë kryeministrore, pra që ky vendosim për gjithçka. Por ajo që është e dukshme është që ky nuk i ka 83 votat për të mbajtur mandatin e Belinda Ballukut. Kjo u pa edhe tek ajo festa që bën këta. Ishin një festa tash për fund vitit që ai kishin dhe çuditërisht nuk i vajtën deputetët në atë festë. Edhe në festën që bëri Taulan Balla Berat, edhe atje nuk ishin pjesa më e madhe, nuk ishin atë festë. Ka një përçarje aty brenda dhe përçarja është me grupin e Erion Belis. Fatmir Gjafa drejton atë grup, patjetër dhe ka atë forcën, sido që tjetër ka atë forcën pranë se është më i vjetri aty. Kështu që ai do mundohet ta luajë, por gjykoj tashmë që ky do ta luajë lojën për të marrë një vendim gjykata kushtetuese, por
nëse gjykata kushtetuesi shtyu një herë Surrat me atë vendim që mori, nuk e besoj që do të arrit ta pshty përsëri në Surratin e tij edhe të marrë vendimin që mund të dirigjohet nga Rama tek Genti Ibrahimi. Njeriu i Sorosit komandon të gjithë ata që janë aty dhe i shantazhon. Qoftë Genti Ibrahimi apo edhe ata që nuk kanë qenë ndonjëherë gjyqtarë, se po ta vesh re edhe në rezultat që kanë dalë 5-3, po të shohësh vendimin e gjykatës kushtetuese të tre që janë gjyqtarë kanë dalë kundra dhe kanë bërë një argumentim ligjor. Nësa pjesa tjetër që nuk kanë qenë ndonjëherë, nuk kanë shkel ndonjëherë sallë gjyqit, nuk e njohin fare gjykatën, po janë vënë atje për hatër të njërit edhe për hatër tjetër, miku njërit dhe miku tjetër, ky i Sorosit, kjo është gruaja filonit, kjo nipi filonit, to pastaj janë vendim skandaloz. Prandaj them, nuk besoj më se edhe në janar nuk besoj se ajo gjykatë do të marrë në vendim të tillë. Por sido që tjetë, çfarëdo vendimi të marrë, unë garantoj që plani B i Amerikës do gjykoj se do zbatohet para vendimit të asaj gjykate. Dhe sepse Amerika nuk mund të pranojë që të pshtyhet në këtë lloj forme dhe të bëhet ky lloj kashiliku, Ramës, dhe duke legalizuar tashmë edhe atë me atë paqen fiskale që bëri, duke dashur të ndryshojë edhe kodin penal, pikërisht për t'i bërë paraprit dhe për të bërë mbrojtje. Prandaj i bën Rama shtyjet një pas njëse, pikërisht sepse ai kërkon të japi disa variante dhe disa versione të cilat do të ndryshojë edhe kodin penal për të zbutur ato dënimet e tij, për të bërë ato faljet, dhe kështu që nuk besoj se Amerika do ta lejojë, sepse ka harxuar shumë para për këtë lloj drejtësie, pavarësisht se si u nis, se si u bëre, por sot ata tek e fundit është buxheti i shtetit tyre dhe nuk pranojnë ata që të humbasin në këtë lloj forme. Dhe plus pastaj është edhe do të shohim pak edhe atë pjesën politike dhe diplomatike. Amerikanët politikisht nuk mund të humbin, bazë diplomatikisht nuk mund të humbin. Nuk e besoj se do të përulen me gjithë të skandalin që ka bërë ky njeri, me gjithë të ofendime, me gjithë të sharje, me gjithë të talli që ka bërë, qoftë edhe me vetë presidentin Trump, nëse ju kujtohet, ajo që bëri me Macronin ishte skandaloze, kur gjithë mediat e botës me të dhe Trumpi nuk besoj se kalon dhe ajo që është kryesorja pastaj që Trumpi ka dhe një në stafin e tij ka Suzin e cila ajo i bën gjithë agjendat dhe gjithë programet e Trumpit, një njeriu më i afërt i krahut djathtë, themi sot Suzi është krahut djathtë i Trumpit, pavarësisht nga pozicioni që është shef e kabinetit, po ajo është krahut djathtë i Trumpit dhe është një nga antikomunistët më të mëdhaja, themi, sepse e ka hequr në kurrizin e saj atë komunizmin, kështu që e njeh mirë ajo se si luhet loja, dhe ajo ka qenë pengesa kryesore e Ramës për mos me taku apo mos me pas asnjë lloj komunikimi, qoftë edhe me shikimin me Trumpin. Kështu që them që pavarësisht nga loja që ky do bëj dhe do mundohet ta bëj, një gjë që unë e kam paralajmëruar tash unë kur kam thënë që ky do mundohet ta marrë pushtetin me çdo çmim, pikërisht kjo ka qenë. Domethënë ajo thënia ime për sa i përket Ramës. Por tash është ajo qoftë dosja me Konigale e hapur, qoftë edhe Sinaloa, që implikojnë direkt me sigurinë e Amerikës, nuk është puna vetëm siguria kombëtare, por një nga gjërat pastaj që prapë ngelemi aty ku dhëm më tepër, pavarësisht është aksi një, por gjëja më kryesore që dhe më shumë pastaj që Amerika është e përfshirë totalisht, mos harrojmë se jemi vendi i NATO-s, dhe është Porti i Durrësit. Porti i Durrësit është ai që unë kam thënë do t'i haj kokën të gjithëve.
Dhe kur them gjithë dhe gjithë, pa përjashtim të asnjëri, sepse janë në Port Durrësit janë bërë shumë pisliqe, janë shumë afera në Port Durrësit, janë shumë manovrime që janë bërë në Port Durrësit dhe janë të përfshirë të gjithë, pa përjashtim. Të gjithë janë për, prandaj edhe nuk e përmenin shumë portin e Durrësit, pa e bëjnë një deklarat kalimtare. Vetëm për të mbetur te porti i Durrësit, duhet të theksoj që porti i Durrësit në vitet e kaluara ka qenë pothuajse lajm jo i përditshëm, por një herë në javë të paktën do të kishte një lajm në portin e Durrësit që do të kapeshin qoftë drog, qoftë kokainë apo raste të tjera, ndërkohë tashmë është çdo gjë në qetësi. Nuk është problemi tek lajmi i portit Durrësit tek kokainën, sepse kokainën kur ikën dy kontener me kokainë kam qenë unë që nuk ka qenë PD, kam qenë unë që kam denoncuar. Ikën qoftë edhe përmbetjet, kur unë fola përmbetjet që u nisën dhe ikën nga porti i Durrësit, nuk ka fol njeri. Vetëm u desh një organizat pastaj ndërkombëtare që doli dhe tha që prit se patjetër që u bë ajo që u bë. Dakor? Por nuk e kam problemin qoftë tek kokaina apo ke kjo që bëhet. Si Port Durrësit dhe Porto Romano. Transferimin tek Porto Romano, kur Kalata 1 shkon në Porto Romano dhe ka pas një gjerman dhe ai gjermani i fshehur me disa persona të tjerë që janë edhe publika, bëjnë edhe moral. E bërën edhe i gjyq, morën ja 15 milion euro, pastaj e shitën Kroati vazhdon bën atë tregtinë e plerave, mbetjeve, më thash vazhdojnë akoma. Por kam thënë, është siguri kombëtare Porti i Durrësit 1 është edhe pjesë e NATO, sepse aty përsupozohesh të bëhesh porti për NATO. Dhe nga 82.000 hektar që është, ajo është vetëm 32.000 hektar. Kështu që edhe në hektar ata e kanë zvogëluar. Dhe pranë edhe gjithë aferat që janë bërë Port Durrësit janë aferat të cilat do t'i hajnë kokën çdo njeriu aty që është i përfshirë në portin e Durrësit. Ashtu siç ndodhi dhe me aeroportin e Vlorës, ku ju deklarova atëherë që thash që nuk është konflikt ndërmjet dy persona, por është konflikt i cili duhet transferuar diku tjetër, sepse duhet futeshin patjetër oligarkët rusë për të marrë aeroportin e Vlorës. Ishte falëndërirjes Amerikës në mënyrën e saj që u blloku dhe nuk u bë ai transferim. Nuk e dëgjoni më besoj aeroportin e Vlorës. Apo tunelin e Llogaras për cilët gjithë bërtasin dhe çuditërisht opozita nuk ka ngritur një herë zërin dhe thotë ai tunel duhet bllokuar jo vetëm për aferën që është bërë, por sepse nuk ka certifikat sigurie dhe nga aty kalojnë të gjithë njerëzit. Dhe është nesër kur ai tunel të shëmbet, sepse nuk ka kolaudim ai tunel, ai nuk ka certifikat sigurie. Nesër kur të shëmbet kush do mbaj përgjegjësi për jetën e humbur njerëz. Zoti i rujt shqiptarët mos ndodh asgjë, por ai është një nga tunelet më të rrezikshme që mund të ketë Shqipëria.